Përgjatë mbrëmjes në fshatin Babisë e Madhe në Vlorë, disa persona ende të pa identifikuar dyshohet se kanë hyrë në brendësi të shkollës nëntëvjeçare Selam Usaj, që është në fshatin Babisë e Madhe, dhe kanë dëmtuar prej andej disa dyert të kabineteve, por edhe materiale shkollore. Gjatë natës është hapur me forcë shkolla nëntëvjeçare Selam Usaj në fshatin Babisë e Madhe. Sipas informacioneve, disa persona ende të pa identifikuar kanë hyrë në ambientet e saj dhe kanë shkaktuar dëme materiale. Sipas të dhënave paraprake, dëmtime janë konstatuar në dyert të shkollës, materiale dhe pajisje shkollore, ndërsa ende nuk dihet nëse është marrë ndonjë send nga ambientet e shkollës. Burime policore bëjnë me dije se është dëmtuar dera e drejtuesit të shkollës, si dhe dera e një kabineti mësimor. Gjithashtu, personat të cilët janë futur në brendësi të shkollës mendohet të kenë dëmtuar edhe disa baza materiale që përdoreshin për procesin e mësimit. Në portën kryesore, hyrëse të shkollës janë lidhur 3 karrige të cilat ishin në ambientet e brendshme të shkollës. Gjithashtu janë konstatuar dëmtime edhe në portën hyrëse të institucionit arsimor. Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Shkolla është pajisur me një kamerë sigurie në hyrje të saj, ndaj dhe pamjet janë sekuestruar dhe pritet të jenë ndihmës në zbardhjen e ngjarjes.